Sipas që analizat të publikuar nga BIRN për mbytyjet e ndodhura në javën e 2 të janarit, që prekën disa qarqe të Shqipërisë, shkaktuan pasoja të rënda sociale, ekonomike dhe mjedisore. Rreshjet e dendura dhe vërshimet e ujrave sollën bllokime rrugësh, ndërprerje të aktiviteteve dhe dëme të konsiderueshme në zona urbane dhe rurale. BIRN vëren se përmbytjet nxorën në pa përgatitjen e vendit dhe problemet e përsëritura me infrastrukturën e kullimit dhe kanalizimeve. Argjinaturat e amortizuara, kanalet e papastruara dhe mungesa e kontrollit mbi strukturat mbrojtëse e përkeqësuan ndjeshëm situatën, duke bërë që edhe rreshjet relativisht normale të shkaktojnë përmbytje masive. Analiza thekson se ndryshimet klimatike po i bëjnë fenomene të tilla më të shpeshta dhe më intensive, ndërsa Shqipëria konsiderohet ndër vendet më të rrezikuara në rajon. Thatësirat e zgjatura të ndjekura nga rreshje intensive po shtojnë në rrezikun e përmbytjeve, rrëshqitjeve të dherave dhe dëmeve në bujqësi dhe infrastrukturë. Sipas BIRN, faktorë si shpyllëzimi, erozioni i lartë, marrja pa kritere inerteve nga lumenjt dhe ndërtimet pranë shtretërve të tyre kanë rritur ndjeshëm ekspozimin ndaj përmbytjeve. Përmbytjet e janarit nuk konsiderohen vetëm si fatkeqësi natyrore, por edhe si pasojë e mungesës së masave parandaluese dhe keq menaxhimit të territorit. Analiza e BIRN përfundon duke theksuar nevojën e masave urgjente për parandalimin e përmbytjeve, përfshirë ripyllësimin, mirëmbajtjen e kanaleve kulluese dhe planifikimin më të kujdesshëm të territorit për të shmangur pasoja edhe më të rënda në të ardhmen.